Kur t'ju dhimët lopa, t'ju dhimët njeri. A që koni sa të lovit janë. Qyki qka e ka bo këtë ciklet për me e prej lopën, kje ka vra agjën. Këta qka e vrasin agjën për pak e për shumë me ja mor pasurien, këtin vjo dhimët lopa. A kini ba dalin dojnë, të drejtat e qenve. O insan, njërës të ndu drektim ka zërmu këtë të drejtat e qenve. Të drejtat e macave mos i maltritoni kafshët. U lema kafshët, fmi janë të vra, fmi. Allah i një moftë ja Rabbel Alemin. Nuk dali me thonë për fëmijët mos i vrani ples, mos i vrani civil, po çka thonë, mos i maltretoni qenë. Kushot, çka ki mërë ti ma të qenë, mo leni mora të qenë, macat i këshirin, të drejtat, po pse e ki maltretu e thot. Dhe si dhe mos ta shka jetojnë atje e din sa ju dhimën aty në qenë. Macat që dhimën shumë. A dim se ju dhimën macat, nuk rrugë Xhamali. A dim se i dojnë qatë si dojnë macat. Vetë se ka thonë pejgamberi sa maca e pastër. Ka thonë pejgamberi sa maca e pastër. A keni pa dhe, hek ma ketë macë, a qenin, sa i mirë ka na. Pse? Se shpirti me shpirtin, kelbi me kelbin, e ndyta me dytën. Andaj pejgamberi sallam, nuk ka diçka që ka përshkujt pastër, vetë sa ta nuk e dojnë. S'ka diçka e ndyt, vetë sa ta e dojnë. Andaj këta e kam vrojnë njerin, kënena, wa ma kadu e falun, menzi se përmnojnë thikën në lopë.